Në qovë se devion, gabon, mirë po je duke e lyp, duke e dasht udhëzimin, është diçka. Mirë po në qovë se gabon, devion me qëllim, duke e dit cili është udhëzimi, cila është e drejta, kjo është diçka tjetër. Por që ata Allahu Azza wa Jalla na ka mësu më lut me thonë, ihdina s-sirata al-mustaqim, o zona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyne që ti ju ke dhanë mirësi, prej nebijinve, sinqertve e dëshmorve, në këtë rrugë. Jo në rrugën e atyne që e kanë tërhek hidhrimin ndaj vetës, do më thonë jahudive, e njohen që da është hak, nuk e pasojnë. Po asë në krishterve, dhalin, kanë deviju. Do më thonë, besimi jonë është se jahudit e din, mirë për nuk e pasojnë, krishterët asë jo interesan, asë se kanë lyp, edhe kanë deviju. Mirë po kjo është me halet. Jahudit e din, e kanë lyp, e din kush është e drejt, mirë po nuk e pasojnë. Krishterët asë nuk e kanë lyp, asë nuk e lypin, veç e pasojnë që ato që kanë natë besojmë që së është e drejt. Do më thënë, me shëshru Allahot Azza wa Jalla në këtas. Nuk paranojmë na muslimanët kur gjahen këta. Do më thënë, me njoft me Allahon, dika në tjetër, kjo së funksionan. Me ka në qartë, ti si musliman, tash, mos u ba, asë si kur këta, asë si kur këta. Lype udhëzimin, që mos më ba si kur të krishterët, e me deviju duke e mos e lype udhëzimin heq, mirë po edhe kur të pajsh drejtën, pasohe, por mos më ba, si jahudit të cilët e njohen e nuk e pasojnë. Lusëm Allah në azvëgjem në azu.